Shqipëria ka pritur dukshëm më shumë vizitorë nga Kosova se sa Kosova nga Shqipëria gjatë 5 muajve të parë të vitit 2026. Të dhënat e përpunuara nga raportet mujore të Instat dhe Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se diferenca mes dy vendeve arrin afërsisht 37.000 vizitorë. Në janar deri në maj rreth 88.700 vizitorë nga Kosova u akomoduan në hotele, bujtina dhe struktura të tjera turistike në Shqipëri, ndërkohë në drejtimin e kundërt, strukturat akomoduese në Kosovë regjistruan rreth 51.900 vizitorë nga Shqipëria. Fluksi i vizitorëve nga Kosova drejt Shqipërisë ka ardhur në rritje gjatë gjithë periudhës. Në janar u regjistruan rreth 11.200 vizitorë, në shkurt 12.300 dhe në mars 13.000. Rritja u përshpejtua në prill me rreth 22.000 vizitorë, ndërsa kulmi u arrit në maj me mbi 30.200 vizitorë. Vetëm gjatë majit Kosova përbënte rreth 11% të gjithë vizitorëve jo rezident që akomoduan në Shqipëri, duke u rënditur pas Italisë e përpara Gjermanisë. Në total, strukturat akomoduese shqiptare pritën rreth 274.900 vizitorë jo rezident gjatë këtij muaji. Një ecuri e ndryshme vjet re për vizitorët nga Shqipëria në Kosovë. Numri më i lartë u regjistruar në janar me rreth 17.400 vizitorë, ndërsa në shkurt ranë 10.800. Niveli më i ulët u shënua në mars me afërsisht 7.500 vizitorë, por të rritur lehtë në prill dhe për të zbritur sërish në rreth 7.900 gjatë majit. Shifrat tregojnë se të paktën në strukturat regjistruara akomoduese, Shqipëria mbetet një destinacion më i frekuentuar nga qytetarët e Kosovës, sesa Kosova nga vizitorët e Shqipërisë. Afërsia gjeografike, Bregdeti dhe rritja e udhëtimeve në prag të sezonit veror duket se kanë ndikuar në zgjerimin e diferencës, veçanërisht gjatë prillit dhe majit. Theksojmë se për të dhënat për vizitorët nga Kosova në Shqipëri janë llogaritur mbi bazën e numrit të përgjithshëm të vizitorëve jo rezident dhe peshës që zën vizitorët nga Kosova në secilin muaj. Për këtë arsye, shifrat janë të përafërta, pasi përqindjet e publikuara nga Instat janë të rrumbullakosura.